Faleminderit i nderuar kryeministër, po përpiqem mos me mbajt më shumë se 1 minutë sepse na çojnë në gjykatë kushtetuese. Me ndispresi nesër veprimin e parë nëse jo sonte me na dërguar në gjykatë kushtetuese, dashur deputet shumë nderuar e dashur qytetarë të Republikës Kosovës, media që po e përcjellni këtë seancë, stafi i Kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo seancë shënon fundin e këtij procesi dhe fundin e kësaj legislature, fatkeqësisht, sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese, Kuvendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet do të shpallen brenda afatit kushtetues. Mirupafshim e natën e mirë.